Pa diskutim që strategjia jonë do vi duke u përshtatur dhe duke u fuqizuar, por duke mbet gjithnjë në platformën e kryengritjes paqësore. Sot, siç e shihni, janë 10 mijëra qytetarë që për të 4-ën herë me radhë mbushin sheshin dhe bulevardin. Unë kërkoj mirëkuptimin e çdo qytetari, i cili ka mundësi të dalë, por e sodit nga televizioni protestën. Këta 10 mijëra qytetarë që mbushin bulevardin, a kanë të drejtë në protestën e tyre? A është një akt i turp, është një akt kriminal të vjedhish qytetarët, duke të përdorish pushtetin për të vjedhur qytetarët dhe pastaj të mbrosh, të bësh ligje apo të bllokosh drejtësinë ku ajo dëshiron të veprojë? A është e pranueshme heshtja në këto raste? A nuk është thirrje ndërgjegje qytetare për secilin, pavarësisht nga bindjet që ka, i majt, i djathtë, pa parti, indiferent, që të dalë si qytetar për të dëshmuar shqiptarëve dhe botës se ai nuk pajtohet kurrë me këtë gjendje. Ne duhet punojmë për të bindur për kauzën e drejtë, kauzë absolutisht jo partjake, kauzë thellësisht qytetare. Imagjinoni pak në qoftë se këta 10 mijëra qytetarë nuk do kishin mbushur për të 4-ën herë me radhë bulevardin, dhe në qoftë se mediat ndërkombëtare nuk do kishin dhënë në mënyrën më dashamirëse dhe më të plot këtë përpjekje, se si do u dukeshim ne shqiptarët botës.